Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme të fshatrave është në fokusin kryesor të punëve të Bashkisë Shkodër, në kuadër të një pakete ndërhyrjesh në rrugët rurale. Aktualisht po punohet në njësinë administrative Gurizi. E para që ka përfunduar është rruga e fshatit Renc, që lidh qindra familje të zonës me aksin kryesor Shkodër-Vaudejes. Paralelisht është përfunduar edhe ajo që njihet si Unaza e Jubanit, për të cilën prej 30 vitesh banorët e zonës e kishin kërkesë kryesore. Përfundimi i këtyre dy rrugëve po pasohet me një tjetër investim të domosdoshëm për zonën, rrugën e Varrezave në kodrat e Gurit të Zi. Kjo rrugë e kena nisur në vitin 2002 me forcat tona, duke mbledhur lek në fshatit. Janë 23 vjet që kena kërku këtë rrugë asfalti, se dasho pa dasho kur e kena mbushur gropa, por shiu gjithmonë e ka prishur, e ka gry, ishte nevojshëm asfalti. Edhe falenderojmë Zotin, erdhi dita. Tu varrezat kanë qenë qush në kohën e Pelazgjit. Pastaj njerëzit kanë varrosur sipër, gjatë komunizmit kanë ulë poshtë, por njerëzit më njëherë kanë sjellur prapë sipër. Administratori i njësisë Gurizi, Vitor Hila, tregon se këto janë investimet e para që kryen pas 30 vitesh në këtë zonë, por që do të pasohen me të tjera ndërhyrje. Në kuadër të investimeve që po banë në gjithë Bashkinë e Shkodrës, edhe në njësinë vendore Gurizi, po punohet në infrastrukturë. Janë përfunduar dy rrugë në fshatin, njëra në fshatin Ranc dhe tjetra në fshatin Juban, dhe po punohet edhe në fshatin Gurizi për asfaltimin e rrugës Varrezave. Është një rrugë që do i shërbej jo vetëm komunitetit Gurizi, por edhe banorëve të Gajtanit edhe banorëve të Rancit. Ka vetëm 2 javë që kanë filluar të shtrohen këta rrugë dhe në një kohë rekord po përfundojnë. Është një rrugë që janë disa rrugë që i ka kërku komuniteti dhe vetëm pas 30 vitesh po bëhen realitet dhe mendoj se do i shërbej cilësisë së jetës këtyre banorëve. Një fokus të veçantë do të ketë turizmi në këtë zonë, pasi potencialet e saj janë të mëdha, veçanërisht në fshatrat Ragam, Gjenç, Sheldi dhe Ishulli Sarda.